kam betu shumë mami komre tu mamin aty tjetë për herë, qa problemi? Ana dhe Luizi janë prej 3 vitesh së bashku. Të dy janë 28 vjeç dhe janë të fejuar. Dhe kanë caktuar datën e martesës në vitin 2027. Të dy vinë nga rrethet. Ana ka jetuar për disa vite në Tiranë dhe më pas ka vazhduar studimet në Angli, ndërsa Luizi nuk ka jetuar asnjëherë jashtë Shqipërisë. Para një jave, teksa çifti po shpërngulej në një shtëpi tjetër me qera, Luizi gjen rastësisht një ditar personal të Anës. I shtyr nga kurioziteti, ai e hap dhe ndër të tjera, aty zbulon diçka që nuk e kishte ditur më parë. Emrat e ish partnerëve të Anës, plot 12 persona. Deri në atë moment, Luizi kishte dieni vetëm për 2 histori të saj, një lidhje në adoleshencë dhe një tjetër në distancë. Përballë këtij zbulimi, Luizi e ballafaqon Anën. Ajo i përgjigjet se kjo është historia e saj personale dhe se është ajo që vendos çfarë dhe sa të tregoj. Reagimi i Luizit është i ashpër, duke i thënë: "Ty kam frikë të lë dhe vetëm në banjo." Ana mërzitet, ndërsa Luizi thotë se ajo është e paqëndrueshme. Ana nga ana tjetër këmbgul se nuk ka asnjë detyrim të jap shpjegime për të kaluarën e saj. Pyetja është, ju jeni pro djalit apo kundër djalit? What's fandari? Okej, tani unë kërkoj nga produksioni një ambulancë të rri jashtë, sepse kemi një ndarje gocat versus. Tani duhet keni frikë me vërtet. Jo, tani unë nuk marr përgjegjësi për asnjë gjë që ndodh. Okej? Jo, lektë po. Jo, do të lektë. Arrestohen Keni vetëm 20 minuta kohë. Tani se ne. Kush dëshiron ta marrë fjalën i ose e para? Ne. Me le. Okej, do ta lëmë çuna. Okej, jo do jetë Genti ai që nis këtë bisedë. Okej, me që po e nisun. Genti, okej. Faleminderit, me që po e nisun, Benardin po let dytë. Unë jam kundra, vetëm për faktin që ajo ka pas atë librin edhe nuk e ka hell. Pse e man aty librin? Po shka kalon ke gota më dha. I kalon gota. Ajo më pse e man librin ajo? Se dia është libri me anë mendje. Vati shkruar. Është ditar. Ma e mendje, gotë ma e mendje ti. Mos e marr aty te libri. Është ditar. Ta mbaroj Genti dhe do kalojmë pastaj te të tjerë. Po ti shok, ajo goca e kishte ditarin, jo çuni. Po pra, edhe ky çuni gjeti ditarin kësaj gocës. Po ç'deshte goca që e mante ditarin. Po nuk është problemi. Është personal. Një sekondë, se ka luajtur. Shok. Kalojmë vend tjetër. Okej, Jo te ditar, merremi pas fenomenin. Pse kjo goca ka pas 12 dhe shkoni tregon këtij çunit vetëm 2. Ore nuk ka lidhje. Do të thonë, nëse kjo goca, një sekond, nëse kjo goca ka vendos ti tregoj të gjithë marrëdhëniet e veta këtij djalit, që nuk ja ka treguar të gjitha, po i ka treguar Se i detyrohet shpjegim një vajzë. Burri them që detyrohet. Se i detyrohet shpjegim për të shkuarën. Prit tash se po hynin manipulim akoma pa filluar kjo gjë. Një sekond. Po. Unë po Ndjeve i them, nga manipuluar. 12. Kjo ka dash ti ndaj, tregojmë. Ha? Ka qenë kështu? Se si ka tregu këtë? Si ka treguar të gjitha. Sepse ndoshta vetë me dëshirë apo ka. Me dëshirë. Unë jam kurioz, Kam treguar, kam Posti, folur. unë jam kurioz. Normale. Procesi o vlla. Procesi që ajo ka marrë bllokun, ka shku te libraria, ka ble, ka flet, ka thënë gëzimi. I poshtë. Shtatja dhe Liri. Harrova shokun e vet. Kjo databazë. E ka fshi Liri. Është e plot o vlla. Është vetëm memri. Mos ka dhe nei të dhënë tjetër. Centimetrike, kohore, sekondare. Ta dim o vlla, s'është. Ju bën të ndjesh inferior. Jo, po çfarë do ajo të maskullore te rankimi i gëzimit i lirit. Moment kur ti i lumtur me një partner dhe të shkon me një gëzimi. E ka bërë me ditar personale, nuk e ka bërë Festimi nuk libri i quhet. shtetit. Festimi nuk quhet 2 minuta, s'quhet. Po vlla, po varja kësaj më po është më e keqe fakti që se këtu delsin mashtrim. Jo nuk Do të thotë, jo, po nga 12, se vetëm 2 më. Në periudhën që mund Pritim gjën ta thësh ka zgjedhur mos t'ia tregoj 10 të tjerë. Po pse zgjidhje Gjithë me një person? Me një person që ti se gjërat ndon. Pse, nëse ky mashkull i thotë që un kam shkuar në filan vend, po s'kam bërë asgjë gjë, sepse zgjedh që mos lëndohet kjo goca. Mos t'ja them ç'a bona unë te ky veni më. Ajo se ka trafik. A pse kjo quhet? Jo, i gabim se, Lidhur po.
Si i di. Po ti më të shën ti kam, pse nuk tregosh sinqert. Po je vitur dindarë. Gjësa ke bën në një marrëdhënie është sinqeriteti që të ma gjallë, më çfarë të thosh? Blerta, me Një pyetje për Gjesin, pyetje rrufe. Ashtu një moment ta mbaroj, Për çfarë si do ta shkush e listën? Mbaj mend, do t'i përgjigjem më Pyetje vonë. rufe. Blerta, çfarë ke për t'i thënë Benardit në këtë rast? Flasim shtëpi. Flasim sa të. Jo, ideja është unë ula në divanin kundër, duke qenë se mendoj që një mashkull nuk ka nevojë në 2026 të pyesë një vajzë se sa eksperjenca ka patur, sepse nuk e identifikon. Nuk e identifikon një vajzë sot as nëse ka qenë e virgjër kur u lidh, as nëse ka patur 2 lidhje, as nëse ka patur 10 lidhje, Gjesi nëse si ta. As nëse gjykojmë. Nuk e gjykojmë atë. Nuk e identifikon një vajzë, do e vlerësoja nëse më lini ta mbaroj mendimin se e kam shumë të shkurtër. Një vajzë nuk e identifikon as nëse pati 2, as nëse pati 5, as nëse ka patur 12. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Por, mund ta ketë bërë prej faktit që ju vendoseni në pozitë shumë mbrojtëse kur një vajzë ju thot për shembull që kanë patur 12, se i filloni dhe bëheni inferior. Po tash. Meshkujt intimidohen nga numri i ishave të një vajze. Po, meshkujt po. Sa ka shkruaj? Desi. Po këtu s'po ne s'po them, unë s'po them do Po të çfarë do ta pyetja? Të ditarin, Po çfarë do ta shkruaj? Ana, çfarë kishte kjo? Ti. Ana. Po Ana e kishte shkruar para se të lidhe me këtë. Pra, sa i bie 28, sa ishin ata? 21 vjeç, çon Çon çika. çika, E ka shumë përpara. Por ajo sa këta 2 veta kanë qenë përpara lidhjes me Luizin, nuk ka rëndësi. Nuk ka Okej, rëndësi. Desi. Pa pyetjen që po Nuk ka rëndësi. Ore, Sa po thonë ti për çfarë arsye do ta shkruaj? Po nuk mund të qenë, ai ka shkruar, i ka shkruar. Pa shkruar, Për çfarë menduar ajo? Për çfarë mendon ti? Ore, çfarë rëndësi ka shkruar? Po pyes, Ka emra. po pyes ty si vajzë, për Ore, shembull, një nuk vajzë. ka shkruar. I mbaj mend. E moment. Vaja shkrimi po gjiu. Ndoshta nuk ja shumë sa ti shkruan. E vërtet. Okej, doja të gjej pak Desi. Shqetësimi im më i madh është ndoshta një point of view tjetër, jo këto që thonë, se norma sociale kanë shumë drejt gocat që nuk i thon partnerit sepse do vi paraqitimi nga çunat. Dhe tani nuk shkon marrëdhënia shumë e gjatë sepse çunat paraqitojnë këto me 12 nuk merren me këto gocat. Edhe ndihen inferior. Po. Pastaj unë kam tek shqetësimi nga fakti që ka të gënjy, sepse ekzistenca së tët dhe të kesh 12 partnerë, jo me gjithë respektin, është edukacja seksuale në libra që ka lexuar Ajti. Po. Edukata seksuale do të jetë përgjigje. Tani 12 persona partner seksual nuk ka pas kjo goca. Ti nuk e di fare çfarë mund të ketë bë. Unë tani nuk mund të shkoj me një partner të kem gjithë ato vite lidhje, të di vetëm 2. Në fakt, më dalin ai tallë tjetër. 42 më. në fakt, Jo, pra ta jeni. Jo, është risk. Është risk shumë. Në fakt, ju e është shumë i madh nëse gënjen. Po bëj ti unë. Në fakt, Nuk ka gënjer Jess. Nuk ka gënjer. Nuk ka gënjer me partner seksual që ka pas. në fakt juve çunat kur lidheni jeni të virgjë, Oh, ëh? tash ti po flasim për këtë. Oh, ne nuk rrejmë pak, ne ngrim durët, ne mi kaq. Në Në histori është thënë që kjo ka pas 12 është çfarë pra të tipit që ka pas. Argumente që ti sa po vite. Nëse paraqitej jepim se do ta di sa partner seksual ka pas goca. Kam një pyetje për gjithë ju. Pse në shoqërinë tonë mendohet se gjykohet femra për numrin e partnerëve? Jo mendohet se gjykohet. Gjykohet femra për numrin e partnerëve më shumë se sa meshkujt. Sa vjeç ishte kjo? 28. 28. Llogaritë ka 18, se 17 vjeç që vllakina pa gokun me fol me gjithë respekt, s'kena marrë. 18, pa. Tashi o vlla, kjo a ka shkollë shkret, a ka punë, po ku i del kohë më vllonena, Po, ku kena kohë më vlla. Kena kohë, po ku dresh pas ka ditë vim më thosh, po kena kohë 12. Njeriu në jetë kalon disa faze të ndryshme. Që është mirë t'i kaloj. Që është mirë t'i Sa është kaloj. mirë domosdoshmërisht. Okej. Ta mbaroj me Ti nuk e di, ka shumë njerëz në anën psikologjike, do ta afus torive. Ka shumë njerëz. Ju thash, na duhet ambulanca? Ka shumë njerëz në jetë, për shembull që kanë probleme psikologjike. Ka njerëz që kanë nevojë për validimin e dikujt në një boshllëk që duan ta mbushin. Mund të ketë qenë një periudhë shumë e errët e jetës së saj dhe kjo ka kaluar këto 12 partnerë. Nuk e di kurse çfarë kalon një gocë, mund të jetë ndal, mund të jetë ndjer keq, ka nevojë për validim, ka një boshllëk dhe mbush nga ana seksuale këtë lloj boshllëku. E domosdoshmërisht tregon dobësi të karakterit vet. Okej, po. Nuk është fare detyra jon ta gjykojmë se është gabim apo jo. Mund të ishte 12, 42, 122, puna as mund të ishte boni blu, puna asaj.
nuk është fare problemi jon. 100% ka dhënë. Zgjedh të kesh diçka ose jo me një femër nga larmishmëria. Problemi këtu është që dhe unë dhe çdo gocë në Shqipëri kanë ndjer nevojën që në disa pyetje të shtrembëroj të vërtetën për shkak të bishkëve shqiptar dhe të sektësisë dhe mënyrës se si mendojnë. Ajo ndoshta e ka pëlqyer aq shumë gëzimin Luizin, e ka pëlqyer aq shumë që ka thënë Nga trojë që lica. Unë kam bërë shkollën në Londër, bla bla bla. Ky tipi nuk ka dalë kurrë nga vendi ku jeton. Mund të ndalemi pak tek këtë pikë. Mentaliteti i tij është shumë i dobët. Se nuk ka pa botë në sy dhe nuk gjykohet as kjo, aq di aq bën. Dhe ajo është ndjerë në presionin e këtij personi dhe ka thënë, nëse më them 12 ky do ikë, po kam shumë qef. Kështu që po them 2. Gabimi po pse i mban të shkruar ajo lidhur digje hidhe ka kaluar ajo gjëja zhduke. Bëj analizat, kontrollo, para çdo lidhje serioze të gjithë do të bëjnë analizat, por ajo është ndjerë në këtë presion dhe është shumë okay, nuk kam se femra të ndjejnë lloj presioni për të kaluarën. Ke pas prostituta që janë bërë nëna, ka qenë një kaluar e errët se ashtu janë gjind. Nuk gjykohet asnjëri nga e kaluara. Bravo Megli. Po pra, ne nuk po e gjykojmë nga e kaluara. Domethënë asnjë moment ne nuk gjykojmë të kaluamën e kësaj gocës, ne po gjykojmë. E mund të jetë një shoqe shumë e mirë, një gocë më mirë. Që kjo gocë stama ja vajzë që as nuk ka ofenduar më valla. Unë mendoj se është më mirë thuj 12. Ti ke shumë qef. Po pra, po, jo. Po pra, ti po them mendimin tim. Sa është personi dur o valla. Unë mendoj ti si gocë, më mirë thuj 12 edhe ky çuni të merr, o nuk. Po s'me jemi në Shqipëri Po çon kam çes ti thuj tatën, ku e di ti më çes. Robi që gjykon, Robi që gjykojmë, tu jeni ju, jo ne. Jo. Ti thu nuk të merr ai djali, po ku e di ti nuk gjykon, nuk je të gjykuar më zemra. Nuk më flasim. Po ja për ty çikim. Ne nuk po gjykojmë. Po flasim për përgjegjësi. Po gjykojmë. Kjo është përgjegjësia që jetojmë. Jo. Për ditë më Ju e mendoni kështu. Po jo, nuk e mendojmë ne kështu. Pa manualin dhe shiça me. Po mirë, po kem rregull. Ai thot ti meriton të lidhin, thot se ka një mision që flet. Ti thu, të meriton ai ty me kem rregull. Po them, ti thu. Më mirë ti them 2, që mos ta humb. Por mund ta humb në të ardhmen, nëse ky e merr vesh. Po mendon ti që ka pas aq men ajo, saqë e ka menu. Po përderisa ai ka shkruajt aty, aq men do ta pasë zemra. Bllokun hapta zi që e ka gjetë gëzimin, Luizi. Mirë, Kristianën, dua të gjej pa Kristianën. Nuk dua të shtrasin gjë më shumë nga çfarë tha Megli, po realisht mendoj që kjo që ta Bernardi është shumë e gabuar. Ne e dim se ku jetojmë dhe këtë gjë gjejmë për ditë dhe para gjykimit. Po ju e ndryshoni vetëm. Sa është personi dur. Po jo por ja, më fal. Sa nisëm bisedën Aldi tha, po ku e ka gjetë kohën më vlla, po si valla 12 veta, ai ishte gjykim kjo. Ai ishte gjykim kjo. Po nisim nga këtu brenda, që jemi ne, televizion, media, këtu brenda. Po nga 4 Nga 4 e tha vetëm 1. Dhe sa aty, nga 4 e tha 4. Por shok. Por me gjyku jena këtu vlla për çfarë? Po pra këtë po them se Bernardi misioni vetë ta gjykojmë. Po gjykon ti, jo mund të jetë. Bernardi thotë se në shoqërinë nuk gjykohesh dhe nuk paragjykohesh. Jo gjykohesh dhe paragjykohesh, po nuk jeton dot, nuk bën dot ti vetë çfarë do të bësh e lirë. Në asnjë moment nuk tham ne, ajo është e përdal, ajo është kështu, ajo është. Po në mënyrë se ti e the, ishte indirekte për ta ofenduar. Ishte indirekte për ta ofenduar. U kapa te lista. U kapa i sekond të test, po jo pra minutë. Ta mbaroj. U kapa te lista. Te formati listës. Mënyra si e të shkruajt mes, thash, ku i ka shkuar me shkruajt. Kjo ishte, në asnjë moment nuk tha është e keqe, asnjë moment. Jo, ti the, ku i ka dalë koha më vlla? 11 veta më vlla. Okej, ose si e ka shkruar. Ajo mund të jetë një shoqe shumë e mirë. Ajo mund të jetë një shoqe shumë e mirë, një grup shumë e mirë, me pas shoqe të shpëton nga jeta. Ndoshta ai s'ka pas asnjë në moment më të parë të fut shkelën me plas në beton. Ku e dim na? Nuk po e marrim te një, po e marrim te. A mund të ishte? Po, mund të ishte. A mund të ishte? Jo, a mund të ishte? Jo, se s'e ngjova pyetjen e thash shpesh, a mund të ishte për mendimin tim jo. Nuk e du një person që nuk tregohet sinqert, sepse unë jam një person i sinqert. Një sekond, një minutë, unë kam të sinqeritet, jo vlla. Unë do ta bëj jo një sekond. Një minutë, po tash sa pyetje do bash unë. Okej, mbaroj këtë dhe do të po moj me rrallë pyetje. Pyetja ishte a do doshe partner? Mos harro ta bësh pyetje. Nuk e doja partner. Sepse një person që nuk tregohet sinqert, unë jam një njeri mirë kuptues. Jo domosdoshmisht do t'i thoja po, por do ta shikoja, okay, ti ke pas të dy, dhe tani unë do të shoh me sy tjetër se a mentaliteti çdo gjë, jo në atë grad ndoshta se mund ta ketë dikush tjetër, por do ta shoh.
Po, pjesa më kryesore është sepse du të mashtrosh, ti je vetvetja, vëlla, nëse s'të pëlqejën ty, do të thonë se mund mos jesh gruaja më mirë dikujt tjetër, vëlla. Edhe nëse Aldi ka problem që ajo ka pas 12, ky po i thot po tregon sinqert. Jo, Zena, nuk do të martohem me ty, unë edhe them pa kam problem më vonë. Si sinqert, Ka një pyetje për dhe ndjenja nuk e ka logjikën aktive, se nuk do ishin bërë as film apo të kishte logjikë dashuria. Ajo e ka pëlqyer dhe nga frika për mos të humb dikë, siç rrin tjerë për gjëra të tjera. Jo, nuk thon nga frika. Nuk thon nga frika. Që nuk është as gënjeshtër, thjesht ka zgjedhur mos ta tregoj. Nuk thon nga frika, sepse nuk e ka thënë këtë. Një moment, flet Desi. Aldi në logjikën e tij për punën e të shkruarës në ditar ka shumë drejt. Do të thënë është pak idiote, por që bie po është në sensin se ku mund ta ketë bërë kjo gocë. Mund ta ketë shkruar shumë para, ka pas aty ka harruar nëse. Po. Unë kam në sensin Megli tha që ajo e dinte që ky kaq mbushte, kaq ishte, ky Luizi kaq mendësi kishte. Pse kjo s'është për ty? Nëse ti ke dalë në Angli, ke pas partner, ke bërë çat gjë, ke hap mendin, çe do, pse shko, po pse më shpirt, pse shko ke ky pra, pse shko? E di që ndonë pse shkon. Çat të fillon. Kjo gjëja nuk ndodh vetëm me Luizin që nuk ka shkelur një herë jashtë. Në Shqipëri, ajo çfarë ne po themi është shumë ndodh shumë shpesh që një mashkull ta gjykojë një vajzë nga numri i partnerëve. Kjo goca pse? Po pra e kanë të pse e gjykojnë, nuk është thënë që se gjykojnë. Po nëse ai çuni ka qef, i fshi gjitha. Po nuk janë të gjithë ty Benard. Nuk është puna si unë, ajo po. Kjo goca e kishte shumë qef dhe pranë rretit. Bëjmë sinqert, ndoshta ai çunit ka shumë qef. Edhe pranon pyetje. Okej, një pyetje na Desi. Nëse ishte një lidhje, do pranoj një gocë që 12 të dashur, po thjesht do të pyesje fare. Si s'do të pyesje? Nëse do ishte në një lidhje, po njihesh me një gocë. Po njihesh me. Do pra një sekond pra. Do e pranoj atë gocën që të pëlqente shumë, por do tregonte që kishte 12 lidhje më përpara teje, apo s'do të pyesje fare sa kishte pas para. Të thash pra, nëse un kam ndjenja, zemra do t'i fshija të gjitha. I pra po a do e pyesja apo jo këtë po? Po bie mua nuk ka luma beza do e pyesja. Ai ka not që kanë folë. Janë diskutuar. Jo, do ta pyeste më. Nëse ka 12:24, do të pyes më prap në fund ditës. Po nëse ajo më thot mua un ka pas 2 tani më thot. Dhe ndalën 24 problem, po them, është mashtrim. Ai është ai ka të sinqeritet. Nuk është se ka pyet. Ai ka pas pyetje. Po më fal. Unë di se kur flet me vajzë pyet për të kaluar si ka qenë jeta jote, ke pas në lidhje në gjë. Nuk e ka fushë. S'ka pyet kur mua sa dashur. Unë kam kështu vë, kam gabim, ndoshta kështu. Do të ishte për të kaluar. Vetëm do të pyesja. Unë do ta di dashurën time tash me gruan time se si e ka pas jeta vet adoleshenca, çfarë vështirësi ka. Përgjithëse jemi ndarë dhe kështu vajza çuna. Kam një pyetje që është më e përgjithshme për ju. Ndoshta dashur pa dashur, a keni gjykuar dhe ju ndonjëherë një mashkull për partnerët ose për historitë e tij? Nëse do ta kishim gjykuar Kosti, nuk do ishim të lidhur sot, faleminderit. Çfarë do të thati me kët? Ja kam shumë seriozisht. Po nëse partneri ju ishte Nëse unë do ta kisha gjykuar një mashkull, ja ke rastin realisht, më fal më. Nëse unë do ta kisha gjykuar një mashkull që kam në krah nga lidhjet seksuale, sot nuk do isha e lidhur. Sepse nëse do ishte kundërta, jam e sigurt që nuk do ishte kështu. Kam vetëm një pyetje, por ja që kështu. Shumë faleminderit çok ti mos fol më. Okej, Megli. Dhe domethënë dhe këtë. Dhe gole Kalanita se. Kalanita shtëpi. Nëse shive si jemi në meshkujt, edhe kur gjem kështu tilla llafesh prapë nuk reagoj. Po flet Megli. Ka një gjë Po flet Megli. Unë për shembull nuk mendoj që ka një problem, unë mendoj që nëse një njeri ka pasur shumë partner seksual dhe ai thot unë nuk kam pas kur lidhje, po kam pas për shembull kam ja 50 femra, i bie që ai nuk është stabër dhe nuk më mua siguritë që mund të kem diçka serioze me atë. Ose nëse ai ka pasur lidhje dhe ka qenë me lloj-lloj femrash të ndryshme më të mëdha, mund të bëhet ndjesh dhe inferiore, se thu ky dashka ndaj cirk, a kupton? Por dhe një gjë tjetër më fal Kostian, se doja ta shtoja. Një këndvështrim që kemi ne gocat kur vjen puna tek eksperiencat seksuale të partnerëve tan, të paktën po flas për vete, mendoj që është më e mirë kështu, sepse ai ka kaluar disa eksperienca përpara se të jetë me ty, sepse më mirë të ketë kaluar eksperienca se të kalojë një adoleshencë të vonuar kur është të 40 dhe aty të kujtohet që do të dalë në klub, të pi me shokët. Po çlidhje ka mund dalësh në klub edhe s'kullot xhamë, ka çlidhje ka bën. Po bëja diferencën se si e gjykojmë ne femrat kur ju çunat keni patur disa eksperienca. Nuk pas ke gjyku pra. Të dyja paret Kam një pyetje valla. Kështu që ti ku do gjithë
ai fjalim që the çfarë. Ju po thoni që njeriu s'do të gjykojë nga eksperienca seksuale. Kam gjykuar vazhdo çfarë. Ju po thoni që njeriu s'do të gjykojë nga eksperienca seksuale. Se njeriu ban si do veç do vet. Fundja, me drejtën e vet sa njeriu e di veç apo me trupin tim. Ju thoni nuk e gjykojni njeriu. A thoni nuk e gjykojni? Varet, po flasim për eksperienca seksuale. Eksperienca seksuale. Përqendrohemi tek rasti i Anës dhe i Luizit. Lidhe pyetjen me këtë. Është e lidhur Jo, okej. Kopsite jepe. Ju thoni, nuk e paraqitoni njeriu nga eksperienca seksuale. Ju me një djalë se ky ishte 7 vjeç? 28. 28 vjeçar, që s'ka bë kur marrëdhënie seksuale, do e paraqitoni? Po. Po. A shep? Po se paraqitoni? Po biologji. Ka shumë marrëdhënie ka gjë personi. Po dini që ai nuk i mësot gjitha me një. Po. Po keni probleme. Po ju pyet. Jo, zëra jo, shpirti. Ja. Diça libri ka lexuar Aldi. Do ta japim me ty. Pas do eksperiencë seksuale ke. Kjo ishte analiza e problemit se ekziston. Jo. A shikoni njerëz, a shikoni se si paraqikojnë vetë në marrëdhënie seksuale. Je impotentja, fundja bosë. Jo me ato Nuk duhet ta them, po bëhet spika që ideali. Fal pak se kjo është gaf për ju ky reagim. Sepse ju thatë nuk paraqikojnë. Nuk është Dhe u gajasën dhe Ai që ka logjikë direkte e paraqikojnë. E para punës me desin. Okej, me den rajtë. E dyta punës po flasim për meshku që është zhvilluar lobi frontal. O zemra ime po do nevojë të shkosh te terapika që shkon. Do me thënë paraqiko ka njerëzin nga marrëdhënia. Nuk është paraqikim, nuk ka logjikë. Me logjikë se paraqiko Nuk është biologjike, nuk ka logjikë. Okej, mos e kaloj, po e kalojmë në biologji. Ose po ndoshta është jardi Si pak, një moment. Ndoshta ai tipi nuk ka makinë. Dhe deri se 5 vjeç, s'ka nuk Ora arbri njëra nga liçeni e bicikletë ka gjë. Da i mbledhi pak. Jo, është pyetje e bukur, Kosti. 35 vjeç e virgjër do gjykoj. Jo, një minutë. Jo. O 35 vjeç është i Jo, Kosti ta. Po sepse paraqiko 35 vjeç e virgjër, ato e merr gruan. Ato e merr 35 vjeç të virgjër. Një minutë. Unë do paraqitoja edhe një gotë 28 vjeç. Po ju kapeni thebin më shpirt se kam Unë po them se thotë që ju s'du të gjykoni një njeri nga marrëdhënia seksuale dhe ju indirekte e paraqikut. Unë nuk thash ta normale as normale. Ti s'po përdor shumë fjalë ka i libri. Unë nuk e them ashtu. A shep se zot me vënë me paraqiku një vajzë që ka shku 12 herë. Për këtë 12 persona. Të merren Për këtë pyetje. Zarfi në këtë moment i qetësi, sepse do ta mbyllim dhe me pyetjen e fundit. Jo, pyetjen e fundit e kam unë. Mbyll mikrofonin. Moderatorja ai. Genti e burr. Flet vetëm Genti dhe kjo është pyetja e fundit nga një fjalist e cili. Genti, çfarë mendon se duhet të ndodhi me këtë çift me këtë marrëdhënie? Pyetja e fundit, çfarë mendon ti që është e drejtë ose e saktë për të ndodhur me këtë marrëdhënie? Genti. Po, e drejtë edhe saktë është që ky ndahet nga kjo. Jo, ose kjo ndahet nga ky. Një. O njeri do tjetri ndahet nga tjetri dhe njëri. Se Genti, ajo u quajt mashtruese dhe në momentin që ajo ka tregu dy histori dhe ka 12 në libër, është mashtruese. Ajo nuk do të më kon kontrollin tim, ajo do të më kon e lirë. Unë do paraqitoj edhe një gocë dhe një çun që janë të dy. Po ti the jo para 2 minuta. Sa shpejt në një. Ja. O zoti moderator, ne Fjalia e dytë është që ata mund ta vendonin deri ku ta vazhdonin lidhjen deri në momentin që Luizi i tha, ty s'le vetëm asnjë. Po.